Gjatë vitit 2025, Shqipëria humbi një numër të madh personalitetesh të shquara të jetës publike. Brenda një viti, vendi i tha lamtumirën figurave të rëndësishme nga politika, arti, kultura, muzika, media dhe feja, të cilët për dekada me radhë kontribuan në formësimin e identitetit dhe zhvillimin shoqëror të vendit. Faqja Na ishte dikur sjell këtë video përkujtimore me personazhet që humbëm gjatë vitit 2025. Nga kryepeshkopi Anastas Janulatos dhe ish kryeministri Fatos Nano, te artisti ikon si Margarita Xhepa, Dimitër Anagnosti dhe Violeta Sekuj, si edhe emra të njohur të medias dhe muzikës, këto humbje kanë lënë një boshllëk të thellë në jetën publike shqiptare. Me 25 janar 2025, u nda nga jeta Anastas Janulatos, kryepeshkop i kishës ortodokse autoqefale shqiptare në 95 vjeçare. Një figurë emblematike e besimit dhe dialogut ndërfetar, ai kontribuoi fuqishëm në përforcimin e bashkëjetesës dhe respektit mes komuniteteve fetare në Shqipëri. Anastas Janulatos la pas një trashëgimi të pasur shpirtërore dhe kulturore, duke udhëhequr kishën ortodokse dhe promovuar vlera humaniste. Jetëgjatësia e tij dhe angazhimi për dialog dhe bashkëpunim e bën një figurë të dashur dhe të respektuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht. Kjo video kujton kontributin dhe frymëzimin që ai la pas për brezat e ardhshëm. Me 9 mars 2025, u nda nga jeta Andis Harasani, ish deputet dhe ish drejtuesi korporatës elektroenergjetike shqiptare, KESH, në moshë 53 vjeçare në New York. Ai ishte një nga emrat më të njohur dhe me ndikim në politikat energjetike shqiptare, duke kontribuar në zhvillimin dhe modernizimin e sektorit. Përmes angazhimit të tij, Harasani ndikoi në vendimarrje strategjike dhe projekte të rëndësishme energjetike për Shqipërinë. Kontributi i tij nuk u ndal vetëm tek politika, por ai gjithmonë ushqua për profesionalizëm dhe vizion për zhvillim. Kjo video kujton jetën, karrierën dhe trashëgiminë e tij në shërbim të vendit. Më 3 prill 2025, u nda nga jeta Margarita Xhepa, ikonë e teatrit dhe kinemas shqiptare, në 93 vjeçare. Me një karrierë që zgjati mbi 8 dekada, ajo solli në skenë dhe ekran interpretime të paharrueshme, duke u bërë një simbol i artit dhe kulturës shqiptare. Margarita Xhepa shquhej për fuqinë e emocioneve, ndjeshmërinë dhe profesionalizmin e jashtëzakonshëm, që frymëzoi brez pas brezi aktorësh. Trashëgimia e saj artistike dhe ndikimi në teatrin dhe kineman shqiptare do të jetojnë përgjithmonë. Me 23 maj të 2025, u nda nga jeta Artan Lame, publicist, historian dhe studiues i njohur, duke lënë pas një trashëgimi të pasur në historiografi, media dhe studime shoqërore. Përmes punës së tij, Lame kontribuai në dokumentimin e historisë shqiptare dhe në analizën e zhvillimeve shoqërore dhe kulturore. Ai ishte një nga zërat e rëndësishëm që ndihmoi në formësimin e mendimit kritik dhe shkencor në vend. Trashëgimia e tij intelektuale mbetet një burim i çmuar për studiuesit dhe brezat e rinj. Me 23 korrik 2025, u nda nga jeta Violeta Sekuj, aktoria e njohur e teatrit shqiptar, në moshën 94 vjeçare. Ajo ishte një figurë e dashur dhe me ndikim të madh në zhvillimin e artit skenik në vend. Përmes interpretimeve të saj të jashtëzakonshme, Violeta Sekuj solli emocion, pasion dhe profesionalizëm në çdo rol që luajti. Trashëgimia e saj artistike vazhdon të frymëzoj breza të tërë aktorësh dhe dashamirës të teatrit. Më 28 gusht 2025, u nda nga jeta Naun Shundi, aktor dhe dramaturg i njohur shqiptar pas një sëmundjeje të gjatë. Ai la pas një trashëgimi të çmuar në dramaturgjinë shqiptare dhe solli në skenë interpretime të paharrueshme. Shundi ishte një figurë që ndikoi në zhvillimin e artit dramatik dhe frymëzoi breza aktorësh dhe dramaturgësh. Punimet e tij, rolet dhe dramat e shkruara vazhdojnë të jenë pjesë e kulturës dhe artit skenik shqiptar. Më 23 gusht 2025, u nda nga jeta Artur Zhehi, gazetar dhe analist politik,
në moshën 64 vjeçare. Ai ishte një zë i rëndësishëm në gazetari dhe debat publik në Shqipëri, duke ndikuar në mënyrën se si qytetarët kuptojnë politikën dhe zhvillimet shoqërore. Përmes artikujve, analizave dhe emisioneve të tij, Zhehi solli një qasje të thellë, të menduar dhe shpesh kritike ndaj çështjeve publike. Trashëgimia e tij profesionale mbetet një burim i çmuar për gazetarinë dhe debatet publike shqiptare. Më 1 shtator 2025, u nda nga jeta Dimitër Anagnosti, një nga regjisorët më të shquar të kinemas shqiptare. Ai la pas filma që shënuan historinë e artit dhe kulturës shqiptare, duke u bërë një emër referencë për breza regjisorësh dhe dashamirës të filmit. Përmes vizionit artistik dhe mjeshtërisë së tij, Anagnosti solli histori të fuqishme dhe interpretime të paharrueshme në ekran. Trashëgimia e tij kinematografike vazhdon të frymëzojë dhe edukojë, duke e bërë emrin e tij një simbol të artit shqiptar. Me 22 shtator 2025, u nda nga jeta Enver Petrovci, aktor i njohur i skenës shqiptare dhe kosovare. Ai ishte një figurë e rëndësishme e teatrit dhe kinemas në hapësirën mbarkombëtare, duke kontribuar me interpretime të paharrueshme dhe rolet e tij të fuqishme në skenë dhe ekran. Petrovci frymëzoi breza aktorësh dhe la pas një trashëgimi artistike që është pjesë e kulturës dhe identitetit ton kombëtar. Përmes punës së tij, ai arriti të ndërthurë emocionin dhe mjeshtërinë dramatike në mënyrë të veçantë. Me 29 shtator 2025, u nda nga jeta Luiza Çako, soprano e njohur dhe një nga zërat më të spikatur të muzikës shqiptare. Ajo kontribuoi në mënyrë të jashtëzakonshme në ngritjen dhe promovimin e artit operistik në vend. Interpretimet e saj të fuqishme dhe emocionuese lanë një gjurmë të pashlyeshme në skenën muzikore shqiptare dhe ndërkombëtare. Luiza Çako frymëzoi breza të tërë artistësh dhe solli bukuri, pasion dhe profesionalizëm në çdo performancë. Me 30 tetor 2025, u nda nga jeta Dorian Kongoli, djali i shkrimtarit të njohur Fatos Kongoli, duke tronditur opinionin publik dhe botën letrare shqiptare. Ai la pas një trashëgimi që lidh letërsinë dhe krijimtarinë me emrin e familjes së tij të shquar. Kontributi i Dorian Kongolit, megjithse i shkurtër, ndikoi tek lexuesit dhe brezat e rinj të pasionuar pas artit dhe shkrimit. Jeta e tij kujtohet për pasionin ndaj fjalës, kulturës dhe identitetit letrar. Më 31 tetor 2025, u nda nga jeta Fatos Nano, ish kryeministër i Shqipërisë dhe një nga figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare pas viteve 90. Vdekja e tij u shoqërua me ditëzie kombëtare dhe reflektim mbi kontributin e tij në zhvillimin e demokracisë dhe institucioneve shqiptare. Nano la pas një trashëgimi politike komplekse, me ndikim të madh në vendimarrjen dhe transformimet e vendit. Gjatë karrierës së tij, ai u përball me sfida të shumta dhe la gjurmë të thella në historinë moderne të Shqipërisë. Me 26 nëntor 2025, u nda nga jeta Shpat Kasapi, këngëtar i njohur dhe i dashur nga publiku në moshën 40 vjeçare. Humbja e tij la një boshllëk të madh në muzikën shqiptare, duke lënë fansat dhe komunitetin muzikor në trishtim të thellë. Kasapi u shqua për zërin e tij të veçantë, energjinë në skenë dhe emocionin që transmetonte në çdo performancë. Kontributi i tij në muzikën popullore dhe moderne shqiptare do të kujtohet gjithmonë. Viti 2025 mbetet kështu një vit reflektimi, përkujtimi dhe nderimi për të gjithë figurat që lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Shqipërisë. Nga artistët dhe muzikantët, te gazetarët, historianët dhe politikanët, trashëgimia e tyre do të vazhdojë të frymëzojë brezat e ardhshëm. Faqja Na ishte dikur uron që viti 2026 të jetë një vit i mbar për Shqipërinë dhe shqiptarët në çdo aspekt. Faleminderit që na ndiqni. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.